Kjo këngë të përqafon, të dua si më don. Shpit, ky shpitim, o ka të fton. Ojde digje ti, o unë për ty popi, gotën lartë bo e mboj, e i lumë të për të qoj. Ojde digje ti, dë zemra sot le të boheni, lotët për të simboj, lotët jo do të simboj. Po, këtë temi me dhezë, do më thonë, mendoj që letra njoftimit e imja, ku më kanë njoftë shqiptarët e onën barë shqiptarisë, ka qenë asoj, kënga që i kam dedikur surprizë motrës në ditën e darsme soj. Dhe sot e kësaj dite emocionom kur e dëgjoj se kur e këndoj, se më pëlqen shumë dhe kam një lidhje shumë të mirë dhe shumë të afërt. Sa je i lidhur me motrën? Shumë. Se sigurt je ashtu shumë i lidhur me ta. Shumë seriozisht. Se na na tre vëllezër një motër, kështu që unë kam relacion shumë mirë me motrën. Vllai mam me vllaun e vogël, unë jam i treti. Po. I treti fëmijë. Edhe çuçi ka prita ajo këtë këngë? Shumë emocionuese. I thosha gjatë interpretimit se e kena pas one take shot. Shumë interesante me produksionin që e kanë xhiruar së kohë. Po doli, po mos doli do e publikosh me foto, si audio. Edhe e shisha se u emocionote tu jaknu unë, ishin njerëz rreth nesh në Darsëm. Se këngëtarja që këndonte në Darsëm tha vllai i motrës ka një surprizë për motrën, edhe pastaj i thosha se ka emrin Sondra Ryse qoj. Mos qoj, kur vinte kamera me i morë detajet nga mrapa, se ishte just one take shot, 3 minuta nëse del. Dhe vesh mos qaj, se shisha se u durote. Shtrengua ajo sa kohën.